Puna për ndërtimin e xhamisë qendrore në Prishtinë, kryeqytetin e Kosovës, ka hyrë në fazat e saj më të avancuara. Ky projekt i madh po realizohet në bashkëpunim me Kryesinë e Çështjeve Fetare të Turqisë, Dianet, Fondacionin e Dianetit dhe Bashkësinë Islame të Kosovës. Pasi të përfundojë, kjo xhami do të ketë një rëndësi të veçantë për Kosovën, duke u shndërruar në xhamin më të madhe të vendit dhe një nga më të mëdhat në Ballkan. Xhamia, që është projektuar me frymëzim nga Xhamia Selimie e arkitektit të njohur turk Mimar Sinan, do të ketë një kapacitet për të pritur deri në 13.000 besimtar mysliman. Sipas planit, kjo xhami do të ofrojë mundësinë për faljen e namazit nga rreth 10.000 persona në të njëjtën kohë. Kjo xhami do të bëhet një ndër qendrat kryesore fetare dhe kulturore në rajon, duke ofruar gjithashtu hapësira për aktivitete të ndryshme. Përfaqësuesi i Dianetit të Turqisë në Prishtinë, Binjamin Albarak, ka njoftuar për Anadolu Agency se punimet për themelet e xhamisë janë përfunduar dhe aktualisht po zhvillohen punimet për ndërtimin e përgjithshëm të objektit. Ai theksoi se ky projekt do të ketë një ndikim të madh material dhe shpirtëror për Kosovën, duke kontribuar jo vetëm në përforcimin e besimit fetar, por edhe në zhvillimin social dhe kulturor të rajonit. Në këtë xhami të re do të përfshihen disa hapësira të veçanta, si një bibliotekë e gjerë, salla për takime dhe konferenca, si dhe ambiente të posaçme për kursin e Kuranit dhe aktivitete rinore. Një nga karakteristikat më të dukshme të këtij projekti është se xhamia do të ketë një parking me kapacitet për rreth 250 automjete, si dhe 2 banesa për stafin e xhamisë. Gjithashtu, në ndërtimin e xhamisë janë parashikuar edhe ambiente sociale si salla leximi dhe qendra rinore, të cilat do të shërbejnë për zhvillimin e aktiviteteve edukative dhe kulturore. Sipas informacionit të dhënë nga Bashkësia Islame e Kosovës, afati i përfundimit të ndërtimit të xhamisë qendrore është 3 vite, me kusht që puna të zhvillohet sipas planifikimeve. Aktualisht puna po kryhet me një intensitet të lartë dhe për këtë qëllim janë angazhuar shumë punëtor dhe specialistë. Ky projekt është një mundësi e madhe për qytetin e Prishtinës, i cili do të ketë një vepër të tillë madhështore, si dhe për të gjithë rajonin e Ballkanit. Pasi Komuna e Prishtinës në drejtimin e kryetarit Përparim Rama lëshoi leje ndërtimore për këtë xhami, punimet nisën. Gjatë këtyre viteve janë kryer disa faza të ndërtimit, duke përfshirë heqjen e dheut, vendosjen e pilotave dhe ndërtimin e parkimit nën toksor. I gjithë ky proces është mbështetur nga Dianeti i Turqisë, i cili ka siguruar financimin e projektit, që ka një kosto totale prej rreth 30 milion euro. Ky projekt nuk është vetëm një ndihmë për zhvillimin fetar të Kosovës, por gjithashtu një mundësi për forcimin e marrëdhënieve ndërmjet Turqisë dhe Kosovës, duke kontribuar në krijimin e një hapësire të përbashkët kulturore dhe shoqërore për të dyja vendet. Pashtu, ky projekt që po ndërtohet në lagjen Dardania është një shembull i bashkëpunimit të ngushtë ndërmjet institucioneve fetare dhe shtetërore të dy vendeve. Përfundimi i kësaj xhamie do të sjellë një ndikim të rëndësishëm në zhvillimin e turizmit vetar dhe do të shërbejë si një simbol i bashkimit dhe përpjekjeve të përbashkëta për të krijuar mundësi më të mira për qytetarët e Kosovës dhe të rajonit.